që shkollimi është mbi të gjitha për një person? Për mua, mbi të gjitha është edukata që merren familja në radh parë. Pra, bashkë me gjirin e nënës, ne marrim edhe fjalët e para që mësojmë, është edukimi në familje. Dhe pastaj është shkolla, pastaj është shoqëria që na jep formimin e plot. Në të treja, në këtë aspekt, unë pash një familje që e donte jashtëzakonisht shumë, dhe madje edhe ja kam thënë. Kemi pas dhe një përqafim me teatrin e Gjestit, ku më tha edhe po të ka mërzit do njerë të kërkoj të falur, dhe thash s'ke pse më kërkon të falur, se unë jam mosha jote, i thash edhe do njerë po kam bë debat me Gjestin, e kam bërë më shumë nga ana punë si vllai i madh, se ai s'mund të quhem babaj. Një me vllai i madh, lart ti nuk i vlla më të madh, as nuk i vlla. Jo, unë vllau më vuk jam. Po të po vlla nuk i, jo. Jo, s'kam, nuk kam. Vlla kam mungu kur po më nga ti vllau i madh. A thësh sikur ta kisha pasur një vlla më të madh? E kam thënë në klipin e parë kur kam hyrë që nuk kam pas ndonjëherë vlla, edhe këtu kam hyrë me kon, si thoni ju, në best vllau të madh. Dhe që do të vazhdoj përgjigjen, është për mua shkollimi është i domosdoshëm te njeriu. Dhe nuk mund të bësh thirrje leni shkollën, se mund nxirrni dhe para me TikTokun, mund nxirrni dhe para me një këngë, sepse ne kemi parë që nga rrjetet sociale kanë ndodhur edhe kanë humbur dhe jetën njerëz. Por atë është duk normale që gjatë tërë Big Brother me u bullizu realisht për shkollimin e tij. Po hecune, lart. Ne sa dim në Big Brother. Kalani mira. Ty atë është duk normale në krejt Big Brotherin, thot lart trëndafilit u garut Bilbili? Kur e ka pasion të Bilbili, domethënë, kjo ka qenë provokim tjetër, por ka qenë provokim tjetër. Provokim tjetër. Po si Po duket? nuk krahasohet me provokimet që ja keni bërë ju bullizim. për shembull, cili provokim? Ju kam bërë shumë tek Allah që i ke thonë. Tek Allah që i ke thonë se përmend Allah diçka. Aty më prek shumë se po thonë që Gjesti, domethënë. Po, i thash sepse ai momenti kur mori kryqin dhe hodhi. Dhe po nuk bën me fyfen tjetër. Tha atë shprehjen, e mora e sqarova, i thash atë shprehje thon kur bëjnë atë veprim e thon ekstremistët të cilët po ja, s'bën mja fen tjetrit, asnjë asnjë mënyrë. Dhe thon patjetër, dhe ekstremistët e çdo lloj përkatësie fetare janë krejtësisht të padëshirueshëm. Po përndryshe për gjithë shikuesit falar, lajeti nuk është kundra fesë islame, përkundra lajeti ka mbështetur gjithmonë. Po ti e di, te ty e kanë bërë atë deklaratë. Në emisionin tim Lart Vasili ka thonë që unë i mbështes. Jo vetëm mbështes, po kam thënë që ata janë shumë afër lutjes dhe pendesës, sepse ne harrojmë, domethënë ne ortodoksët kujtojmë një herë të dielën vetëm me vajt kish. Po ata shkojnë shumë herë. Jo vetëm jo shkojnë, po ata falen 5 herë në ditë. 5 herë në ditë. Ortodoksët vetëm kur shikojmë kalojmë nga kisha të bëjmë kryqin. Po gjatë ditës e harrojmë. Unë kisha pas shef, domethënë e kam bënë një surprizë speciale, domethënë. Për kë? Një këngë për ty. Për Arborën. Jo, një këngë për ty e kam bën. Lart Vasili meriton shumë më shumë, po unë jep ja Arborës të qetësohet pak se nuk e po vazhdoj kështu. Jam mundu tash me bëni këngë edhe e ka këndu dikush. Ti do bësh këngë? Po. Te shkruson jam. A dëgjoj? Çfarë është kjo? Ti meriton një dashuri, ti meriton një elegji, e qa meriton të quhet Shqipëri. Ti meriton një balbon o larti jo. Sa hapav do të thot të dua, po ku ka më mirë se Shqip të thonë të dua. Lumi valbon bashkon alpet e Shqipëris, lartin e valbon i bashkoftiri dashurise. Bravo, faleminderit shumë regjia, bravo. Apo të pëlqen? Teksti, muzika, orkestrimi, Sadri Meri. Sadri Meri, nga Koshia Show. Këndon Jorgo Papinqi. Jo, Jorgo Papinqi nuk këndonte, ishte orkestrimi. Po e di kështu si shtu. Teksti ishte teksti Jorgo Papinqi, ishte teksti Jorgo Papinqi. Po le po u munova me imituat. Atë pëlqej teksti? Teksti më pëlqeu. Ti meriton një dashuri, ti meriton një elegji. Dhe çamëria duhet të quhet Shqipëria, ishte vargu që më pëlqeu më shumë. Po. Edhe Valbona, gjumi Valboni bashkan Albët e Shqipërisë.
Unë di që është nga vala e Drinit Bardh. Ç'është të bashkëri kjo në Komar atë? Po, edhe deri në Vjos. Po, a? A ka pos kur jemi tek Valbuna, mendon që ka pos diçka, në fshehsin ndërmjet Juzit edhe Valbunës lart? Jo, unë e kam thënë, unë nuk e njihja formatin dhe madje më mori edhe pak kohë derisa të mësoja se që aty ka pas shpesher rrengje të cilat janë marrë vesh me njëri tjetrin, po e kemi parë se është thënë dhe dhome rëfimit. Po, jo, nuk besoj. Nuk besoj se ka pas, përveç se miqësisë të tyre, ka pas diçka më tepër jashtë, para se të hyni. Po leo burë Valbunë mo që, par bura ka, dhe Kosova kena femrat bukura. Shiko, unë do e them dhe njerë. Dhe ne duhet kuptojmë që këtu nga dishullin balkanik, një ndër e madhe ime do ishte kur në emisionin tënd këtu, unë do përpiqem të realizoj tani që kam dalë nga Big Brotheri, të cilja një përfaqësi arvanitasish, dhe të shikoni se ju se si ata me ne flasin të njëjtën gjuhë. Nga kjo, nga arvanitasit, që i bjet janë arbëresht e Greqisë, arbërorët e Greqisë më sakt, kur shikoj një femër të bukur në rrugë, në greqisht, thonë Dardane. Në greqisht e thonë kështu. Madje shprehja është... Në greqisht thonë Dardane? Ja, shprehja është kështu. Are Dardane. Kjo është shprehja. Ata se dim pse e thonë. E si do thot në greqisht të dua? Sagapo. Ose Sagapao. Sagapao. Dhe ne dim që Dardania... E ku është, dhe me thonë, Sagapao është bo ajo me zonën Rebek Nanën tua është bo shumë virale. E duan gjithë. Po mirë, ku është ajo për momentin? Ka qenë kolonele. Ku gjindet mamaja për momentin? Mamaja në Tiranë është për momentin. Në do në Tiranë. Tiranë në shtëpi, ku do jetë. A nuk është Greqia? Mamaja? Po. Jo, mamaja do votoj në datën 11. Edhe mandej do ikja? Do kryej detyrimin e saj si qytetare e Shqipërisë dhe pastaj do t'ikë. A gëzohet kështu më të po me femra kështu, i rrethum? Nuk është se gëzohet shumë, po dëgjoj. Ka një detaj të mrekullueshëm me të gjitha. Qa me të gjitha? Do të thonë, me këto 2-3 ishte dashurat e mia që kam pasur. 2-3 të ma unë edhe mund pas ke pas. 2 ose 3. Unë zbuloj gjithmonë që mamaja ngelet shoqe me to. Flasin në telefon pa fund dhe më shajnë të dyja. Edhe pasi jam darun. Më kupton? E Valbona i ka pëlqyer. Më duke se kanë folur një herë bashkë.